Po besoj në fundin e vitit të ardhshëm veç do të prejet shëriti inauguruesi i kësaj xhamie. Kjo do të jetë veçanta e kësaj xhamie për shkak se ndriçimi do të jetë. Në kuadër të këtyre punimeve ka nisur restaurimi dhe rinovimi i plotë i xhamisë së madhe të Ferizajt. Kontur. Deri tani, besimtarët e fshatit Sojev janë falur në këtë xhami të vjetër, e cila ka shërbyer si vend faljeje qysh nga viti 1974, megjithse kushtet e saj janë tepër të vështira. Muret e plasaritura, hapësira e ngushtë dhe mungesa e kushteve bazë e bëjnë shumë të vështirë funksionimin e saj. Por kjo nuk do të zgjasë edhe shumë. Për skaj saj po ngrihet xhamia e re e fshatit Sojev, një objekt modern me stil të veçantë arkitektonik, që do të ofroj kushte të denja për falje dhe aktivitete fetare. Në këtë xhami do të akomodohen mbi 200 besimtar, duke u bërë kështu një vend i hapur për adhurim, dije dhe bashkim shpirtëror të komunitetit. Kjo nismë po realizohet me përkushtimin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Ferizajt, i cili prej vitesh kujdeset për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e objekteve të kultit në të gjithë komunën. Ferizaj, një qytet që njihet për harmoninë dhe përkushtimin e tij fetar, vazhdon të ecë përpara duke ndërtuar hapësira të reja që pasqyrojnë besimin, vlerat dhe unitetin e njerëzve të tij. Në kuadër të këtij reportazhi, ekipi i Kontur zhvilloi edhe një intervistë me kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Ferizajt, Nexmedin Bajrami, i cili foli për rëndësinë dhe funksionin e xhamive në jetën e komunitetit, duke theksuar se ndërtimi i objekteve të reja është shenjë e përkushtimit dhe harmonisë fetare. Rëndësia është e veçantë të ndërtimit të kësaj xhamie, siç e shihni është ndërtu themeli i xhamisë, kanë filluar muret edhe po vazhdojnë punimet në këtë xhami. Rëndësia e saj është e veçantë për faktin se xhamia që është përbrit, xhamia vjetër, është një kohë goxha e gjatë, edhe pothuajse nuk i plotson as kushtet më minimale për ta falur namazin në xhamaz dhe namazet ditore, siç janë edhe aktivitetet tjera, dhe kjo jep kuptim më shumë ndërtimit të kësaj xhamie të re dhe është nevojë e komunitetit të fshatit Sojev. E para do të shfrytëzohet për faljen e namazeve ditore, faljen e namazit të xhamaz, namazet të Bajramit, do jetë domethënë salla kryesore e faljes, do jetë edhe një pjesë ku do të zhvillohet mësim besimi, do të jetë një pjesë që do të ndahet kuraneteka ose biblioteka për leximin e librave të ndryshëm, edhe do të jetë funksionale besoj, ose do të jetë multifunksionale. Siç po e shihni edhe jo këto pamje që janë, e përmend edhe në kryet herës që domethënë është ndërtuar themeli, ngritja e murave, po besoj do të shkojnë për pak deri te ndërtimi i kupollës, do të fillojnë mandej edhe këto harçet që do të bëhen përbri ose jashtë sallës së faljes, ndërsa punimet po besoj që sipas dinamikës së planifikuar po shkojnë mirë dhe besoj nga fundi i vitit të ardhshëm, sepse kjo është iniciativë e imamit dhe vetë bashkëfshatarëve ose vetë komunitetit të këtij fshati, është me vetë kontribut dhe varësisht edhe prej financave si kanë, do të shkojnë edhe punime, po besoj në fundin e vitit të ardhshëm veç do të prejet shëriti inauguruesi i kësaj xhamie. Po, absolutisht, e përmenda kjo e veçanta e kësaj xhamie do të jetë që për dallim prej xhamive të tjera që i kemi në Këshillin e Bashkësamit në Ferizajt, në territorin e komunës sonë, do të jetë me këto harçe që nuk i kemi xhami të tjera, dhe besoj estetikisht do të jetë e pranueshme edhe tërheqëse për sytë jo vetëm me besimtarët që e frekuentojnë xhamin, po sigurisht edhe kalimtarëve të ndryshëm që kalojnë nëpër këtë rrugë. Kjo xhami në fakt është xhamia vjetër, ne kemi numrin, është 53 xhami kemi në komunën e Ferizajt që janë xhami funksionale. Kemi edhe 2 xhami të tjera, të cilat janë xhami të vjetra, por që janë punuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, domthonë kanë mbetur muze. I kemi 55 xhami, kjo xhami e re do të bëhet, po në numër nuk do të shtohet sepse xhamia vjetër, e cila e përmenda në fillim nuk i plotson kushtet, do të mbetet. Kështu që si numër nuk do të shtohet, por është xhamia 53. Xhamia domthonë aktive që është në Këshillin e Bashkësamit të Ferizajt. Mesazhi më i mirë është që vjen nga i plotfuqishmi krijuesi i gjithësisë, që na ka mësuar në Kur'an që ai që kujdeset për mirëmbajtjen e xhamisë, për ndërtimin e xhamisë, i Madhi Zot do t'ja jep atij, do t'ja ndërton një pallat në xhenet. Shpërblimet domosdoshmë do të jenë të gjithanshme në këtë jetë, pra në këtë botë, dhe sigurisht këtë besimtarë që shëmëtojmë botën tjetër, shpërblimet do të jenë xhenet inshallah.
dhe njëkohësisht shfrytëzoj nga rasti që ti përshëndes gjithë bamirësit në radhë parë. Bamirësit që vinë nga ky fshat, sigurisht edhe bamirësit e tjerë, dhe njëkohësisht i bëj thirrje gjithë shpirtmirëve dhe atyre të cilët e kanë dorën e bamirësisë që të ndihmojnë dhe këtë projekt, i cili është mjaft i rëndësishëm jo vetëm për komunitetin e fshatit, po sigurisht çdo metelek që hedhim do të na gjendet, besoj në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Për të kuptuar më mirë ndarjet e brendshme, ecurinë e punimeve dhe detajet arkitektonike, ekipi Kontur zhvilloi një intervistë me imamin e fshatit, Shaqir Zeqiri, i cili tregoi më gjerësisht për fazat e ndërtimit dhe funksionet konkrete që do të ketë xhamia. Kështu është pjesa kryesore, është hyrja e xhamisë. Kjo është hyrja e xhamisë, këtu është para po prej rrugës, hopet këto vendi për hyrje nivelizohet, dhe njëkohësisht një pjesë mbetet një stazë për ata që kanë nevojë me karroca apo për invalid, që të hyjmë këtu mbrana. Kjo është hyrja kryesore. Këtë pjesën këtu që po e shihni, këta stubat, të banat të harqet që dhe që keni pa në projekt, që janë harqet pjesa jashtme. Qaja shtën hjeshin, ky projekt është marrë pak më, është pasi një lloj kopje në botën arabe, atje ka projekte ndryshme, po arkitekti jonë është konsultuar me ata inxhinierët, me kolegët e vet, kanë tjezuar, kanë vogëzuar pak se nuk na duhet edhe shumë e madhe, një xhami modeste, por nevojat vendit edhe po besojmë për një kohë pak më gjatë se sa në xhaminë e vjetër ku ishim, për shkak se ajo është më e vogël, tash është rrit numri i pjesëtarëve që falin, sidomos namazin e xumos, edhe po kemi problem, nuk po i zemo për Bajrama, nuk po bisedojmë se do të më falë edhe jashtë. Frymzuar nga bota arabe, por përshtatur edhe në kontekstin vendor. Me kushtet tona. Nga pamja jashtme është një modern, stil modern. Kur futesh brenda, ta tregon ndjesinë që je tamam një xhami, jo jashtë standardit tonë, po e kapshin për sy, sigurisht edhe kur të përfundohet nuk mund ta përshkruaj tash që çdo të jetë tamam siç duhet, po megjithatë po besoj që ka më qenë një xhami e bukur. Kjo është hyrja kryesore. Kjo është hyrja kryesore. Pasi t'i kalojmë këtë pjesë të shkalla harqet, këtu do të bëhet një derë për me hyrë në një zyre të vogël për imamin dhe për musafirët që vijnë. Kjo pjesa do të mbetet rrafta, sigurisht për vendosin e kputëve. Kjo do të jetë pjesa kryesore, domethënë vendi ku falemi, apo salla kryesore. Kjo është pjesa kryesore. Kjo është pjesa kryesore. Besimtarët do të falin. Hapësira është 15 me 11. Këto është hyrja për në pjesën e dytë. Ma fil, njëkohësisht është pjesa hyrëse edhe për anës jashtme. Është para po, nëse vinë gratë falen, është pjesa për anës tjetër. Kati e dytë është para po, është hyrje e veçantë. Po, për kur mund që për Bajram e kështu, zakonisht kur nuk ka gra, mund shfrytëzohet edhe për i burra pjesa në. Kjo pjesa këtu përpara vendi ku falet imami, në të kondin atje vendoset hutbja edhe një kursi, një vend ku tregohet këmbarë ligjërata. Se ndryshimi do të jetë më shumë natyral. Natyrisht. Kjo po gjet tjetër edhe për specifikave të veçanta të kësaj xhamie. Kjo do të jetë veçanta e kësaj xhamie për shkak se ndryshimi do të jetë i veçantë. Komplet në pjesën që është hark, në pjesa përpara, e që pak xhamie kanë hark, kështu komplet pjesën përpara, atje do të jetë ndryshimi. Imami nderuar na tregon më shumë lidhje me këtë katin e dytë. Për çfarë do të çelë? Kati i dytë, zakonisht kur marrim pjesa dhe gratë në ceremonialet, shkalla për falje apo diçka, është shfrytëzohet vetëm nga gratë. Po kur ka xhamat shumë, s'ka gratë, kjo shfrytëzohet edhe për burrën katin e dytë. Këtu e kemi para po edhe tjetrën. Por shkak që mos me shku në hapësira poshtë, me ngushtu hapësirën e faljes më shumë, e kemi para po që në këtë pjesën në nalë, ma fil, katin e dytë, këtë pjesën këtu të jetë një klasë për nxënësa që sigurisht se nuk do të jetë mango e pjesë, se neve që kemi me kohë. Do të thotë këtu në katin e dytë është para par një klasë për mësim me këtë. Për mësim besim, po që do të jetë me opsionin që mos të mbyllet komplet. Do të jetë opsionin për të jetë i hapur mënyrë që kur ka kallabllëk shumë xhamat këtu, të jetë shfrytëzohet edhe pjesën. Do dy dimensional. Edhe si vend si falje, por edhe si me këtë. Hapësira është e mjaftueshme sepse kështu ka 15 metra xhamësia, e kështu mbrana është dikon 7 metra, nëse nuk gaboj, do të thonë ka hapësira këtu kati dytë. Po thuaj se gati sa një xhami, duke përjashtuar këtë pjesën e shkallës, se ato janë që merr hapësirë. Po këtu është pamja shumë e bukur pastaj poshtë, që do të jetë pasi të rregullohet,
Kështu është pjesa ballore. Kjo pjesa ballore e xhamisë. Por ideja ime është që të mos bëjmë shumë ngarkesë, mirë që të jetë e rëndë për si. Tjetë sa më natyrale, tjetë sa më modeste, sa më thjesht, mirë që kur të hynë xhamatin në xhami, ta ndijë edhe qetësinë, edhe fizike edhe shpirtërore në kësë. Përveç asaj shpirtërore se çdo xhami e ka. Po pjesa e epërme, larg do të mundohemi ta bëjmë sikur të qiellin. Mirë që kur të hynë njeriu brenda. Dhe të shoh qiellin larg duket se jemi hapësirë. E natyrisht, aty tani lidhen shumë gjona tjera, përfasim ose simbolizon që ka orë Gjibrili të Muhamedi e Sendët në të qiellin. Simbolizon hanën, simbolizon yje, simbolizon gjithë shka që njeriu imagjinon. Të viti tjetër të përfundojmë tash një vjetë nëse do Zoti do të bëjmë të përfundojmë. Kjo pjesa këtu, drejt e muri edhe drejt të xhamia do të bëhet komplet parking për kjerë. Tash çdo kush po vjen në xhami, po vjen me vetur, kështu që do t'ju bëjmë edhe kusht atyne. Jemi mundu pak kështu me këtë pjesën, po ishte ngushtë, po sa dhe pak me i hjek veturat për i rrugë, për shkak pengesës komunikacionit. Këtë pjesën përpara do të bëjmë 2 pjesë park. Si është park në xhamis. Pastaj ka hapësirë në tjetër anë, nëse e shohim nevojshëm me vazhdu parkingun, por kryesisht këtë pjesa këtu patjetër na duhet të jetë parking me kushtet që duhet të kemë. Ndërtimi i xhamisë së re në Sojev është vetëm një nga projektet që po zhvillohen në kuadër të përkujdesjes për jetën fetare dhe trashëgiminë kulturore në komunën e Ferizajt. Përveç objekteve të reja, një rëndësi e veçantë po i kushtohet edhe restaurimit dhe rinovimit të xhamive ekzistuese, të cilat mbartin historinë dhe shpirtin e këtij qyteti. Në kuadër të këtyre punimeve ka nisur restaurimi dhe rinovimi i plotë i xhamisë së madhe të Ferizajt, e cila do të jetë mbyllur për një periudhë 2 vjeçare. Ky projekt synon ta rikthejë këtë objekt të rëndësishëm fetar në formën e tij më dinjitoze, duke ruajtur vlerat arkitektonike dhe shpirtërore që kanë shoqëruar ndër vite. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e gëzueshme për besimtarët e Ferizajt është hapja solemne e xhamisë së Allahanës, e cila pas një renovimi të plot ka rifituar pamjen dhe funksionin e saj të dikurshëm. Kjo ngjarje shënon vazhdimsinë e punës së Bashkësisë Islame dhe komunitetit lokal në ruajtjen, ndërtimin dhe ringjalljen e objekteve fetare në çdo cep të qytetit. Ferizaj po dëshmon se përkushtimi ndaj besimit dhe trashëgimisë nuk është vetëm kujdes për ndërtesa, por për kujtesën dhe shpirtin e njerëzve që e mbajnë gjallë këtë trashëgimi.